Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës arrestuan në flagrancë një 44 vjeçar banues në Sarandë pasi dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobta ka ushtruar dhunë fizike duke i shkaktuar dëmtime fizike bashkëshortes së tij. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimi penal për veprim penale kanosje në ngarkim të shtetasve AA 19 vjeç, HL 19 vjeç dhe ML 23 vjeç banues në Sarandë, pasi dyshohet se për motive të dobta kanë kanosur një tjetër shtetas 19 vjeçar banues në Sarandë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Imarës referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një 58 vjeçare banuese në Imar pasi ndaj saj ka bërë kallëzim një tjetër shtetase e cila pretendon se gjatë një debati me fjalë për motive pronësie kjo shtetase e ka kërcënuar. Gjithashtu është proceduar penalisht një 55 vjeçar banues në fshatin Borsh pasi ndaj tij ka bërë kallëzim një tjetër shtetas, po banues në fshatin Borsh, se gjatë një konflikti e ka goditur fizikisht. Po këtë specialistë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim. Shtetasit ZC 62 vjeç dhe FC 57 vjeç banues në fshatin Puno, pasi ndaj tyre ka bërë kallëzim nipi i tyre, një 33 vjeçar, i cili pretendon se gjatë një konflikti për motive pronësie, këta shtetas kanë ushtruar dhunë fizike ndaj tij si dhe kanë dëmtuar mjetin e tij të llojit skrep. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarandë arrestuan një 53 vjeçar banues në Fier pasi është konstatuar duke drejtuar automjetin në gjendje të dheur. Proceduan në gjendje të lirë një shtetas të mitur 16 vjeç pasi duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi në rrugën me toq pal, ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Si pasojë e aksidentit ka mbetur i dëmtuar pasagjeri, shtetasi i mitur 16 vjeç, i cili ndodhet në spitalin e Sarandës jashtë rrezikut për jetën. Po sot, rreth orës 10 në Sarandë, në ambientet të një shkolla jo publike 9 vjeçare në lagje nr. 3, gjatë një konflikti për motive të dobta dyshohet se një nxënës 13 vjeçar ka goditur me mjet prerës një të mitur 15 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Vijon puna për shoqërimin e autorit të dyshuar të kësaj ngjarje si dhe për sqarimin dhe dokumentimin e plot të rrethanave të saj.